shtëpia, qisht të lëm të gjitha, qisht të lëm gjyshrit në vare, me kurmet e patretura fare. Po, a I harojnë këta një përmbesa varet e të parëve të tyre. Këngët e vjetra dhe historinë e tyre shekullore. Sot, ata janë më mira në Shqipëri edhe në përbot. Çamëria nuk do të vdesë, kur. Unë kam shkuar 2 herë me një bjallë. 2 herë kam shkuar në Çamëri. Qa të shofsh? Nuk e di jetë për qa. Po qa të të themi, të jetë për të qa. Shpit prishura, djegura, ulli dëmjaja, gjithë shatrat mbuluara me ulli me portakale. Nuk di si të spjegoj. Gjyshe ime ishte nga konistoli, edhe më këtuar, ashtu ishte koha. Kone, ishte një din, ishte 2 vëzre një mund, I vdikën prindit, janë shumë të vejni, Vili di hala. Ato këngët e bukura, ato veshjet e bukura që kishin, edhe gatimi, njësoj si Shqipëria, nga ta, vetëm se ishin musliman, unë kjo është. Ne këtu dim të lexojmë të shkruajmë tani, pavarësisht kurse cili me aftësitë e veta më shumë apo më pak. Jam tronditur kur më ka treguar historinë e Dajës babait. Mund të tregoj edhe gjithë do ta marrin vesh derisa mira vite përpara shkon krisi. Ndjesinë e Çamërisë e kanë pasur shumë të zhvilluar. Pse është I rëndësishëm epiri. Epiri është në fakt që po e them kështu, nuk mund ta krahasosh Epirin edhe Çamërinë me zonat e tjera të Shqipërisë, dhe për këtë jam I bindur, për shkak të Dodonës. Aty janë krijuar fetë e para të njerëzimit. Aty është lindja e Epiros, aty u rrit Aleksandri I Madh, aty janë rritur shumë figura të botërore. Do të thojmë me fakt që ka pasur një komunikim të drejtë për drejtë të Çamërisë edhe me gjithë mbretëritë e botës, me anë të anijeve, edhe me etikën e të tjerë. Ka një poet zvitran që ka kushtu një poezi Marko Boçari, nga Lëdhana, Juste Olivier. Ka një, ju mund ta dini më mirë, po ka një stacion metroje në Paris që barte emrin e Marko Boçarit. Pikërisht dhe ka vajza Marko Boçarit ishte shërptore e mbretit Otto, dhe ka një piktor gjerman që ka bërë një ndër portretet më të bukura të saj, të Katarinës, e cila piktura është ekspozuar në Munich dhe unë la kam përmendur vazhdimisht njerëzve në diaspora atje dhe shumë prej tyre pastaj kanë shkuar, kanë vizitu muzeun dhe më kanë dërguar dhe fotografi, kështu që mendoj që përmes se faktet edhe historia janë të qarta dhe sot na ndryshuat me shumë fakte, po mendoj që historia mund të bëhet e popularizuar edhe përmes këtyre lidhjeve. Domethënë që shkoni në Lozan dhe gjeni një, ju kujtohet që një poet I zvitran ka shkruar një poezi për Marko Boçarin.
Në 94 unë ndodha në Greqi, në zonën e Naflios, ku janë shumë fshatra Arvanitas, që quheshin Agio Gjirokastra, Agio Saranda, Araneo dhe të gjitha. Kryetari i komunës, Projderi, ishte një djalë i ri, ishte 10 vjet më se mua atë periudhë, dhe thoshte unë jam nipi i Miçotaqës. Ai, nejse, mbas shumë unë 9 muaj ndaj atyres mësova një fjalë greqisë, sepse unë mësova vetëm shqip atyre. Kishin një hetje të madhe për shqipen, që të gjithë. Mbas 30 vjetë shkova në Greqi. Takova po të ishin gjallë, që zbritu poshtë në qytet në Argos, ju e njihni shumë mirë. Në atë periudhë ishte një djalë nga Konispor, një djalë shumë i ri, 18 vjeç ishte në atë periudhë, ishte refugjat me mua, dhe çam tha ky greku që takova në Argos, greku më fal, shqiptar ishte ky çami, më tha, shpinë larta, kishte bërë një 3 kaçe, ja lash atij djalit në Konispor, tha, sepse i kemi borxhet e vjetra. Kjo është ajo që sot, atë që bën politika e bën vetë njerëzit. Forcat e djatha të generalit Zervas, një general, ta themi me zëtullë, që ishte shqiptar dhe i po shqiptari helenizuar, kanë bërë masakrat e tmerrshme të 20 që filluan me 27 qershor të vitit 1944, ku masakruan me qindra e mira burra, gra dhe fëmijë çam, në paramit filloi kjo kasapan, ushtri pasaj në Filat, në Parg, në gjitha qendrat të Mazrek, dhe gjitha qendrat kryesore të çamve dhe popullsia çame u detyrua duke lënë gjithçka, prona, shtëpi, dokumenta, pasuri, të kaloj kufirin dhe të hidhej në Shqipëri. Ndodhi pastaj që forcat e djatha të këtij generalit Zervas të tërhiqen nga presioni që bën forcat e tjera të rezistencës greke antifashiste, që ishin forcat e Amit, ishte një formacion tjetër, kryesisht i Majt e i Qendrës, dhe çamët që kishin ardhur në Shqipëri u kthyen me shpresë që tani, si thua, ndryshoi situata. Atëherë ndodhi një masakër, me një u kthyen prapë forcat e djatha dhe kanë bërë masakrën më të madhe në vitin 1945, në muajt shkurt mars, dhe në muajin mars, përsëri për herë të dytë, çamët ndoqën një valë të ri të re shpërngulje dhe u vendosën si u vendosën në Shqipëri, e cila ishte edhe vetë me varfërinë, me shkatërimet nga lufta, kuptohet situata jashtëzakonisht e rëndë që u krijua. Megjithatë, qeveria shqiptare asaj kohe, në muajin mars pikërisht kur ndodhi ndimi përfundimtar i çamve, thiri këta përfaqësuesit e misione amerikane dhe angleze që ishin në Tiranë dhe i sqaroi për situatën dhe ju tha që çamët duhet të kthehen në shtëpitë e tyre. 1. Pika e dytë, përgjegjësit e masakrave duhet të nxjerren para gjyqit. Anglezët tani, të cilët edhe ata ishin ndarë në kishin dy tendenca, një tendencë ushtarakëve të cilët thonin që çamët janë masakruar padrejtisht, janë popullsi civile, të cilët s'ka të bëjë fare me implikimin e saj me gjermanët. Mirë po kishte edhe një përfaqësim, si thua, kishte një politik tjetër të Ministrisë së Jashtme dhe të vetë Winston Churchillit, që ishte kryeminist, i cili kishte hapur agjendën antikomuniste, pra kishte frikën që do vinin komunistët jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Jugosllavi, edhe në vendet në Bullgari, në vendet e tjera të lindjes që praktikisht kaluan në sistemin monist dhe këta si thua që një generali që ishte Palmer dërgoi dhe duhet përshëndes një studiues të apasionuar të dokumentacionit për çamërinë, ka bërë një botim, Beytullah Destani, e njihni,
me shumë dokumentacioni të periudhave të përkrahina shqiptare të ndryshme, Kosovë, Shqipëri e të tjera, ky ka botuar edhe një dokumentacion kryesisht me dokumenta britanike për çështjen Çame në kohën e luftës dytë botërore, për atë që po flasim tani. Dhe në këto dokumenta ka një alarm që jep ky koloneli Palmer, i cili ishte i disponuar pozitivisht ndaj Çamve dhe në përgjithësi ndaj shqiptarëve, i cili i shkrua ministrit të jashtëm i thotë shiko, këtu ka ndodhur kjo masakër dhe ka shumë rrezik që qeveria shqiptare të dëbojë grekët e Dropullit, apo ne kemi një minoritet grek në zonën e Dropullit, dhe të vendos Çamut që ka dëbuar e djathta greke, të vendos anglezët u alarmuan, qeveria angleze, dhe i quan një përgjigje këtij Palmerit dhe i thonë, shiko, i thuaj kryetarit qeverisë së Tiranës që kjo do ndodh, po mbasi të qetësohet gjendja në Greqi, sepse në Greqi kishte luftë civile ndërkohë midis të majtës dhe djathtës. Tani nuk mund t'i kthejmë, po do t'i kthejmë kur të gjendja u qetësua dhe si thua u la për kalendat greke edhe ky premtim i fundit që u bë. Çfarë ndodhi edhe me 2 minuta do më falni, çfarë ndodhi mas 45-s, qeveria greke, gjëja e parë që bëri, përpiloi një proces të sajuar kundër 1.000 sa ishin? 1.900 rrotull krye familjar Çam, sikur gjoja kishin bashkëpunuar me gjermanët gjatë luftës. Hapi i dytë që bëri ishte që fshiu nga regjistrat e gjendjes civile të gjithë qytetarët Çam, që ishin qytetarë grek me pasaport greke, po ishin me komsi shqiptare. I fshiu, i hoqi dhe ato. I sekuestroi pronët, i mbajti në sekuestro konservative, thonte qeveria greke, të Çamve, ndërkohë ato shfrytëzoheshin, tokat shfrytëzoheshin nga grekët, nga shteti grek, dhe janë llogaritur miliarda dollar janë llogaritur nga viti 1944 deri më sot që janë, si thua, janë përfituar nga shteti dhe nga individë grek të këtyre për këto toka. Dhe në fund do të thosha që në vitin 1952 ose 53, qeveria shqiptare më në fund i dha shtetësinë shqiptare qytetarëve shqiptar Çam që ndodheshin, sigurisht sepse edhe ata duhet qytetari ka obligimet, por ka, si thua, ka edhe të drejtat, të cilat Çamët duhet i kishin një bazë ligjore, apo jo, për të shkuar në shkolla, për të marrë shtëpi, për të marrë toka e tjera. Dhe kjo është situata në të cilën, si thua, filloi lufta e ftohtë pasaj, u ngrin kufit, u ngrin politikat dhe çështja Çame dilte her mbas here, dilte kur kishte momente acarimi midis shtetit shqiptar dhe shtetit grek. Atëherë qeveritarët e Tiranës kujtoheshin dhe si thua, kujtoheshin që grekët kanë një mëkat dhe një borxh të madh ndaj shqiptarëve, grekët cilët kërkojnë toka të tjera shqiptare sepse kanë pushtuar dhe kanë masakruar një popullsi, një pjesë nga më punëtore, më ndjenjëdriturët, Çamët janë, siç e dini, janë një popullsi shumë sipërmarrëse, me iniciativë, dhe sot Shqipëri ke kudo në bizneset më të mëdha i ke Çamët dhe sot janë një faktor i madh. Kemi një Çamëri. Kemi 3 akate. Një Çamëri tjetër, me cilën unë kam punuar gjatë vitit 1990, 91 dhe 92, se në fund 92-s më përndoshën dhe i ka jashtë, është Sanxhaku. Sanxhaku për cilin nuk kanë shkruar, nuk ja uza shumë për të madhe historianëve të Shqipërisë, edhe nuk kanë ditë shumë për Sanxhaku. Po atje është një Çamëri. Ne kemi punuar, kemi injekzuar qytete, kemi bërë letrare bashkë, kemi bërë
shumë gjëra me ata, dhe atje kemi një qameri tjetër, dhe ata kanë thënë, ne jemi shqiptarët e gjuhës tjetër. Shqiptarët e gjuhës bosnjake. Ma qameri se mi marrish, pare pak, edhe kemi një tjetra është vilajeti Manastirit. Të 3 komunat që i kemi Kosovë lindore që i që. Ska dyshim, popullata ma e shtypur në Evropë kanë qenë dhe janë ata. Kjo është një qameri e tretë. Rivit bashkë, për zgjidhjen e problemit qartë, ka 2 probleme të mëdha. Domethënë kështu jemi mobilizuar emocionalisht, kulturalisht, ndoshta edhe financiarisht, për disa gjëra, por ne nuk kemi mundësi politike, sepse problemi brenda Shqipërisë, problemi qartë edhe në këto 35 vjet, shtetin e re, partitë politike fatkeqësisht i ka pasur pengesë e hapur, e fshehur, por mos dhënë ndonjë emërtim tjetër. Me gjithë përpjekjet kanë bërë institucionet e pavarura të çame, por dhe institucionet tjera i kanë përkrahur, nuk është qarë janë bërë vetëm disa vendime të vendit që ka shpallur në 92-shin Moska Bofsha, ditën e genocidit në Çamri, e kanë shpallur ditë të genocidit dhe ditë si të thuhesh përkultimore kombëtare. Dhe kjo është e dokumentuar. Kjo është një fatkeqësi, por le të themi u thave në herët që për një periudhë të gjatë kohe nuk është folur për Çamrin, pra gati të një çështje tabu, por unë shkoj edhe me si një problem shqetësues sot, dhe faktin që tekste shkollore flasin shumë pak. Ka vetëm një kapitull shumë të shkurt të vogël në tekstet e klasës 9 në Shqipëri, në Kosovë nuk ekziston fare, i kam parë me vëmendje tekstet e historisë, e cila për mua nuk ka atë vend që meriton të ketë Çamëria në historinë tonë kombëtare, është pjesë e historisë të identitetit tonë kombëtare, e cila meriton të studiohet nëpër masat e dukura. Jemi përpjekur si fondacion që të kemi në objektin e punës tonë shumë botime librash, njëkohësisht filma kemi për disa dokumentar, tashmë kemi edhe 2 filmat të fundit që janë me skenar të Vëtimu Arama, të cilin njëri për cilëve kemi ditën e hënë pas nesër që e promovuar në Tiranë, dhe në shumë qytete të tjera do të jemi shkuar në Vlorë, në Durrës, po sa në ditë. Janë disa faktë filma. Kemi një dokumentar shumë të mirë që e bën për vjetorin e genocidit grek në shqiptarët e Çamërisë, të cilët unë pak të luftoja që nëse do të futeni në YouTube tek Fondacioni Çamëria Sandasini kështu, apo edhe në Facebook të Fondacioni Çamëria Sandasini, ju mund të njihni dhe kur të keni kohë mund të merrni më shumë informacion lidhur me aktivitetet tona, por njëkohësisht edhe me atë produksion apo çfarë Fondacioni ka prodhuar në drejtim të promovimit të historisë së Çamërisë, të kulturës, çështjes çame në tërësi. Ka qenë përpjekje të këtyre vjetëve të fundit të tona duke patur parasysh një sulmet nuk kanë munguar ndaj çështjes çame, dhe sulmet kryesisht kanë avancuar në drejtim ose kanë qenë në drejtimin t'i bëjnë shqiptarët e Çamërisë apo ta bëjnë politikën shqiptare apo edhe publikun shqiptar, pra se vendimi publik shqiptar të heshti për çështjen çame. Ky ka qenë një vendim jashtëzakonshëm që ka ardhur nga Greqia dhe fatkeqësisht unë të shoh që ka zënë vend edhe në institucionet shtetërore shqiptare. Dhe janë trajtuar, sidomos kur janë vendet sot të Bashkimit Evropian, janë trajtuar me atë frymën europianiste sot për të parë dhe për të dhënë ato të drejta që u duhen edhe në kësaj popullsie, edhe nëse i është mohuar kthimi, por ama unë nuk gjej një rast vetëm që ta krahasoj me Greqinë,
që mos të lejohet individi që ka lindur në një vend të caktuar mos të kthehet thjesht ta vizitojë shtëpinë e vet. Imagjino të mendojmë pastaj të themi që ajo pronë duhet kthyer. As vizita në kthyer. Kemi plot raste të tilla. Plot raste janë më mira raste të tilla. Dhe ka qenë një kërkesë që ne kemi bërë vazhdimisht publikisht dhe publikisht të kërkesë që të ketë një angazhim dhe nga shteti shqiptar, të paktën ata që kanë vetur munden të vizitojnë shtëpinë e tyre, por shumica prej tyre mund të ishte hera e fundit që të vizitojnë shtëpinë ku kanë lindur. Shtëpitë janë atje, janë disa të rënuara, çik më shumë e disa më pak, por atë janë tokat, atë janë memoriet e tyre, janë kujtimet e tyre, varre të cilat një pjesë e madhe i di ku i kanë, por ato i kanë zhdukur, por i di ku i kanë varre që të bëjnë një tupë lule për prindrit e tyre. Pra nuk është më shumë se sa ajo shtëpia që fizikisht. E thash të që nuk është një çështje pronash, pasi për shumë prej nesh, për shumicën e çave, ajo shtëpia që kanë lënë gjyshit tanë, baballar tanë, keni tanë, nuk është thjesht një shtëpi, një burg, me burg, siç ka qenë atë kohë, që është thjesht një aspekti material, por atje është një kultiv, atje është një histori familjare, e cila ka ikur bashkë me të shtëpinë fizike. Dhe ky detyrim i shtetit shqiptar vazhdon sot tek kësaj dite të mos kryhet ndaj interesave kombëtare. Gjë e cila edhe ne ka vështirësuar shumë punë, padyshim, por është një luftë dhe është një kërkime nga e cila ne kur nuk do të heqim dorë. Nuk do të heqim dorë sepse në radhë parë kemi çështje e dash çështje kombëtare, është çështje familjare, por është çështje dinjiteti kombëtar. Nuk pranon dot më që këtë dinjitet na e marrin për këmbë kushdo qoftë të shteti grek, shqiptar apo dhe investimet e tyre në Shqipëri apo në Greqi apo kudo që punojnë kundër interesave shqiptare. Mos i rreq, Xhepri Fati është një djalë i ri, 82 vjeç, i cili i cili e ka shkel çdo plan të trojve shqiptare, kudo që janë, edhe Çamërinë. Do thotë, ka bërë një monografi për Arbreshën, 52 mbulmime Arbreshe i ka dokumentuar me tekst dhe fotografi, është një monografi e shkëlqyeshme. Unë do të nisesha për disa epizodeve të vogla që lidhen Kosovë-Çamëri. Në vitin 1908, kur u mbaj kongresi i parë për hapjen e shkollës normale të Elbasanit, preambulla e parë figuron tek kështu: hapet shkolla normale e Elbasanit me kusht që gjysma e nxënësve të jenë nga Shqipëria e gjysma tjetër nga Kosova e Çamëria. Kjo mbetet histori, mirë po nuk merret si shembull në ditët tona. Ma vonë, vjen puna që paja normale edhe vijnë mësuesit nga një ministër nën okupim, arrin që të hap shkolla në të gjitha territoret, përfshin edhe Çamërinë, siç ishte Ernest Koliçi. Në një intervistë që kisha me mësuesin e fundit nga Korça, Selami Kreka, kishte 98 vjet, kur e intervistova dhe në sheshin e Korçës i mora një këngë që ma këndoj, se si ai kur ka qenë partizan, e kanë këndu këngën vazhdimisht që ky flamuri kuqezi do të valoj në Kosovë e Çamëri. Por thot, çka ndodhi? Kur jashtë shtirimi i vendit, njëjtën këngë e kënaqshëm ky flamuri kuqezi do të valoj në Shqipëri. Kosova e Çamëria tha, u fshin për atij moment. Kom dëgju që po ashtu që lidhen dy komponentet Kosovë-Çamëri, që firi ka një popullat bukur të konsiderueshme edhe çame edhe kosovare në firë. Dhe kur ndodhen trazirat në vitin 1997 Shqipëri, firi shpëtoi i paprekun
në raport me qytetet e tjera që pse unë, për shkak se qamet në njërin anë e dishin çka kanë jep për grekë dhe në tjetrën anë shqiptarët e migruar nga pjesa serbe. Dhe mendoj se Qeveria botuse qamet do të deportojë mas të madhe edhe në Kosovë. S'paku që të gjitha librarit të kenë, sepse shqiptarët e Kosovës, sidomos në gatës, janë shumë kundërshtar, edhe për qam, edhe për Ajbesh, edhe për komunitetet tona, për katësit e ndryshme që jetojnë botë. Kam botuar libra për konsult francez në Janin edhe në Shkodër nga shekulli 17 dhe në shekullin e 19. Kam botuar një libra për një ustarët francez që kanë udhëtuar në Shqipëri dhe në Greqi, dhe kështu që është një fond mjaft interesant vështrimesh, dëshmish historike dhe rivi tek edhe problematika që hapi në verin me mediatizimin, por jo brenda suazat shqiptare, po është problemi se si duhet të sensibilizohet dhe të ndikohet në opinionin publik ndërkombëtar. Kam vënë që shumë pak, edhe në Francë, nuk është folur për çështjen qamë. Jo vetëm në Francë, në Itali, edhe në tjerë, në Austri, në Zvicër, nuk e di, është trajtuar në një çështje. Bashkë me anketin i cili vërtet është shumë i angazhuar dhe marrë një sërë iniciative, është botime, është një botim shumë interesant. Janë analizat politike që bën edhe historike që bëjnë dy analistë anglez, James Pettifer dhe Granda Vicke, të cilët vërtet kanë bërë një studim mjaft interesant për të vënë në vend të vërtetën mbi historinë qame dhe mësi gjithë politika greke nuk është fjalë vetëm gjatë shekullit 20, por kjo politika nisur që me filozofinë e Megaloideas, domethënë aty ku ka grek, ka domethënë Greki. Unë kam bërë një studim lidhur edhe me piktorët francezë që kanë udhëtuar në Shqipëri dhe është interesante, për shembull ka piktura që thotë grek albane, është grek shqiptar. Grek në këtë kuptim është ortodoks, një shqiptar ortodoks. Kështu që grekët kanë luajtur shumë me këtë terminologjie, duke i quajtur ortodoksët që janë grek. Si thua Greqia ka manipuluar shumë historinë shqiptare, ajo e ka fshirë komplet çështjen e qeverisë, sidomos në shekullin 20, por do të them që qeveria është vërtet një pjesë shumë e fuqishme e historisë shqiptare, ashtu siç është Kosova, ishte edhe qeveria. Qeveria ka dhënë një kontribut shumë të madh historik gjatë shekujve dhe si thua që kjo në historie është fshirë për grekët. Grekët nuk e përmendim në fjalën qeverie. E kanë eliminuar nga të gjitha tekstet akademike, tekstet shkencore, shkollore, etj. Nuk gjen të flitet për qeverinë. Po kështu është bërë një sulm shumë i madh edhe ndaj traditës kulturore, ndaj dëshmisë historike, dhe prandaj është e nevojshme vërtet që të bëhen në gjuhë të humbur dhe të bëhen edhe konferenca të ndryshme. Ne për shembull kemi qenë marketing, kemi qenë në Boston. Edhe atje është bërë një konferencë për qeverin, kemi shfaqur një film, unë kam shkruar skenarin, kam shkruar edhe një skenar tjetër i cili do të shfaqet në Tiranë, por për qeverin. Do të them që duhet të sensibilizohet. Ne nuk jemi nacionalistë në kuptimin e luftës, ne jemi për paqe. Unë pyetën në fundit dhe kam si është gjendja atje në qeverin. Sa ka shpresa që të ringjallë dhe kjo qeveri për këne këtë tjerave që i vërnë, që ta bëjnë diçka, çka mund bëjmë na? Tani çka për ty? Do të bëhet skarve dhe ju thatë disa shifra që çafat musliman që ishin rreth 30.000 banor të gjithë u dëbuan nga çaveria. Pra nuk ka mbetur asnjë çam musliman ose shumë pak me gishtat e dorës do të jenë të papërfillshëm. Ndërkohë që për këto 82 vitet që pasuan
ndaj çamëve ortodoks ka patur një presion të jashtëzakonshëm për t'u asimiluar. Unë përmenda pak më parë çështjen e gjuhës. Po as shkolla nuk ka, gjuhën nuk e lejoi. Pra ata ishin të detyruar për të humbur identitetin e tyre. Ndaj u thash që ndryshimet që kanë ndodhur për lëvizjen e lirë të shqiptarëve, të Shqipërisë, të Kosovës, të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, ka patur, le të themi, një impakt shumë pozitiv, sepse ata tashmë po flasin, ata tashmë po njihen me atë pjesë identitare të tyre të cilat ata deri më dje nuk lejohej as të flisin as ta, por për mua rezistenca që kanë bërë brenda familjeve të tyre për të ruajtur gjuhën është një rezistencë e jashtëzakonshme. Edhe të këngëve, edhe të vallëve, ato që i kanë ruajtur këto tradita. Tani çfarë bëhet sot atje? Çamëria për thënë vërtet të madhe është që nisi si një çështje politike dhe padyshim që edhe zgjidhja e saj duhet të jetë një zgjidhje politike. Nuk mund të jetë një zgjidhje, ne bëjmë aq sa mundemi në drejtimin e ruajtjes së identitetit ton, ne bëjmë sa mundemi në ruajtjen e temit të vlerave, të kulturës, të historisë e shumë gjëra të tjera, pra që brezave që vinë t'ju tregojmë kush jemi dhe nuk e kemi humbur akoma këtë identitet, por nëse në këtë çështje nuk përfshihen shteti shqiptar pikë së pari dhe që me mekanizmat diplomatik të vendosi, le të themi, në tryezën e bisedimeve këtë çështje, të gjitha këto grupimet që ne kemi patur dhe angazhimet edhe të një pjesë të madhe të intelektualëve shqiptar për këtë çështje, nuk besoj që çojnë në zgjidhje të çështjes dhe të rikthimit të shqiptarëve dhe atë që ne, le të themi, kërkojmë dhe presim. Pra, situata e sotshme ka përmirësim, po të vihet një pyetje, ka një përmirësim në çështjen identitare, të gjuhës, të kulturës, pra ka një rikthim, por në çështje politike ka regres. Unë shoh një dinamik shumë të shpejtë të zhvillimit dhe evoluimit të atij komuniteti. Nëse ata para 10 vitesh nuk kanë guxuar të flasin shqip me zë që ti dëgjoj dikush në 2-3 metra, ata sot me shumë krenari, vetëm ti shofësh kur e festojnë ditën e flamurit, i ketë 2000 shqiptarë në sallë, të veshur shumë me veshje kombëtare, me këngë valle shqipe. Do të thonë, po ndryshon me një shpejtësi maratonse pozita e shqiptarëve në Greqi, fal shkollimit të tyre, fal punës e bizneseve të tyre, që kanë pa numër biznese private, edhe unë jam i bindur që pavarësisht në plagështisë së politikës të shtetit tonë dhe andej vetaj komunitet do ta çojë përpara çështjen shumë shpejt.